Do doja që të kishin ndodhur gjërat pak më herë. Gom diçka. Se do kuptoheshin ca gjëra më shpejt. Jo, seni maj miri na kanë ndodhur neve dyve se kanë ndodhur 2 javë, 1 javë përpara. Mos ti kishin ndodhur shtona kur të vërtetën se kishmi pa. Se këta qill bashkë, si 3 shokë më të mirë kishin kalu. Tash ti si cillit ja kanë ngull thikën edhe kanë kallëzuar se nuk janë shokë të vërtet. Kjo ka ndodhur super të mirë që ajo avantazh u konë seni maj miri se na kanë ndodhur. Po. Ajo e bëri gjitha. Edhe ajo të çojnë finale. Jo, se më çoj ajo në finale. Po kanë ndodhur hygi, për me shku në finale duhet me ndodhur shumë sene. Unë për shembull shkova në finale se pa ta Klodin. Nështë ta kisha pas Elionën, s'kisha shku në finale. Qatë moment. Nuk dihet hygi, të është më fol drejtë. Se më qoj ajo në finale, se unë atje nuk dola. Jo, po janë do sene shkatë ka... Në nominim me gjithë bashkë. Edhe shtu, unë po të tham hygi, me gjithë respektin. Unë e di se shka ki kalëzu, shka si kalëzu pis jam këto, por qëtu 2 javë të mrama e ki pas performancën shumë të fort. Ludo, ti e ndër të vetmit, përveç Dolqes që ke ditur të më vlerësosh. Faleminderit. E me trajtë se kam qenë tash me ty të trajtë, se me... Jo. Amo, por se i ki... Ama gjithmonë ke vlerësuar. Nominime, darkët e nominime, ti ja u ki palu 99% shumë e banorëve shtu mrena. Nisës pi Albes, kalojmë të Arditi me Aurorën aty, edhe shkojmë dje, ku unë ti kam qitë pyetjet. Pi pyetjes parë, të natë mramë ti i tregu edhe i ki habit publikun me, do më thonë, me analizat e tua, me logjikën tonë, normal edhe me shprehjen se din me folë që perfekt fjallë që shi sjell, ata të vlerësoj. Do më thonë, s'ki folë këtë. Por, fjallët e oltës se ka thonë, me ludo, një strateg, një gabim strategjike e ki bo, besoj se në është në finalen na vlerësohet. Une... Ludo, tani, themi atë që është nga bashkëpunimi jonë, aj sa kemi bashkëpunuar, ti ke përfitu më shumë se unë. Pse une jam njohë përse jam pak maj gudzim shumë si ti. Amo jam maj gudzim shumë si ti. Amo jam maj gudzim shumë si ti. Po. A je dakord? Ka ardhë momenti që të kam thënë që në qofse do të përfitoj dhe unë, jo vetëm ti. A je veç dakord se unë shumë ma gudzim shumë jam, edhe ti e pranon vetë? Ti ato e ke dhe unë ta kam thënë sy. Amo hyki? Gudzimin, agresivitetin, provokacionin, s'ke pushu i sekund, këto ti kam dhënë. Po, amo, a je dakord edhe ti? Që i ke, stimohoj do. A dhune stimohoj, amo, a je ti shtu, kalzo drejti, vetëm ki thonë, se lut, gabimin jam konë se kam qenë emocionalisht, s'pudu me përmena emna me doletar të lidhë. Po, se kam Okej, qysh ka mujt, atë qysh kina mujt unë e ti me funksionu bashkë, kur ti me qata lotarë, se unë ju kam gjujt i konë emocionalisht të lidhë. Që një lidur emocionalisht, i ka bërë dëm vetës, nuk i ka... Okej, atë mu së më thuj, ti i ki mund favor tonin, por favori jam u konë, se unë s'jam konë emocionalisht të lidhë, ti i ki qendë. Jo, ti e ke pas plus të matë këtë? Okej, edhe plusin shka, por se te Alba se mi ki kalzu do sana, gjithë mund të kam nërsu. Por se na, masanina, ja kina këthy shpinën, Se ti u tregove interesa gji? edhe Andaj ta ktheva ti, edhe ti shpinën. për zotë, edhe ti, po vjen Unë? Qa kam fituar? Më thuj një gjithë qa kam fituar unë prej teje. Po ja këtu jam, vllai i madh. Shka? Okej, amo gom Klodi, shumë interesant që të folë. Qysh mja këthy shpinën kur kjo emocionalisht o me lëtar të lidhë, kur unë ju kam gjujt atë me lëtarve. Je ti pari. Ti ke bashkëpunu O, me ta hoksha ty lëtar logjikën, që ha. kanë qenë të lidhur emocionalisht. Nuk ka lidhje kjo. O njeri. Po pra, fakt është, Ludo, që 2 strategjit i kam dhënë unë. Okej. Iku kjo. Analizat e mia gjithmonë ke pyetur, gjithmonë i ke përdorur. Okej, e pse të ka Dhe thonë... prit, një sekond, dhe në çdo rast, do me thënë, ti ke përfituar nga unë, se unë qa kam përfituar nga ty. Okej, një pytje. Dhe në një moment, ti prap vazhdojt, me thënë, u tregove interesa gji, po vjel nga Ygerta, po në fakt, asnjëherë nuk e qenë bashkëpunëtor me mua. Okej. Ke përfitu vetëm ti. Okej, shumë Pra më ke interesant. shfrytzu në një farë mënyrë. A banon me fol, Po më Kur fol. ka thonë Olta me ludën strategjik i bo gabim, të kalzojnë në ku ki po strategjik gabim. Strategji gabim, pse? Ja ta tregoj unë që ka thënë Olta. Olta ka thënë, me trurin tim dhe me agresivitetin tënd, ne mund të bënim shumë gjëra bashkë. Okej, apo gom ti, Klodi, se po përzi e shpejt si, se s'ke këto mua ba. Ti vdhaf jetu babre se si tu... Okej,
Mua bet më po bëjmë, po. Jo, gom. Mas shumë ti. Ore, thoni qa doni se tani ju shplajt gjithve. Ej, E kam arrit atë që doja. oj shpirt. Grazie. Oj shpirt. Gom. Anke atë. Oj shpirt. Po. Unë gjithmonë e kam ditë si i lidh shumë me Klodin, edhe s'tu kam përzi. Po jo, më nuk kam qenë i Unë lidh kam me qenë Klodin. Jo, një sekund. Mos e keq interpretoni. Emocionalisht. Nuk kam qenë e lidh me Klodin. Unë e kam pas Gjan. Okej, Gjan. Mutual respect. Edhe ne po tham. Jo, se unë s'kam pas Kur e vetëm kam respekt hup tani. komplet. Mos mi hiq ato tani. Kur e kam hup Nuk kam pas komplet. vetëm respekt O, për kusha ka ty. t'i hek. Kur e kam hup komplet Po jo, mos ty besimin. mutual Ej. respekt. Ti ke pas respekt Oj, për mua. Unë oj kam pas Hyki. Gjan. Kur e kam hup komplet unë, do më thonë komplet besimin gajteje është kur më ki fut nominim se kisha prit mas pak Sepse të dole kishte. besprem pra, bashkëpunove me mua, e bëm albën me qajt, me dal nga vetja. Po? Të tha të këputi 1001 zeza, dhe ditën tjetër të shof duke qeshur prap me atë. Okej. Se t'intereson të ta kisha akoma. Jo, gabim. Po, prandaj të nominova. Ka pos shumë sene. Problemi është që këtë është me i përdor të dyja të njëjtën kull. Ka pos sene. O ti, unë të kalëzë edhe ne. Budallar Ka pos që shumë s'jam. sene. Ka pos shumë sene se ti kon kundra meje. Edhe ne po tham, qoftë se ti do me Kam bashkëpunu qënë me... kundra teje sepse, Ludo, një sekundë, se s'mund të flasësh vetëm ti. Po. Kam qënë kundra teje sepse ato që ke thënë ti nuk i ke pas të bazuara në fakte. Okej, tash ta ka zënë në fakt. Unë ta heq kapelen që ti edhe këshu tym, prandaj ta kam thënë kap qatë kapësh, ti vetëm hidhje, shashka, bam, Okej, bam. okej. Njëra do qëllonte. Okej. Më kupton? Jo, ka qëllu shumë. Kjo po. Ej, një pytje. Kur ke pas drejt, ke drejt o vlla, ta A ma them. ka zonë logikën qëto? Hë? Qoftë se ti dorë me bashkëpunu me mu ose unë me ty. Atëherë na, ose ti, si të mos s'ki drejt, zgudzon mu konë me asë një lëtar, shka ka po në kundështor, emocionalisht të lëtë. Jo, ke, po nuk mund t'jesh me atë që ke bërë strategji kundra asaj. Edhe ne po të thamë. Mund t'jesh me një lojtar tjetër. Aleanca është përfituse nga të dyja palët. Regët, po s'ki Prandaj mujtë quhet aleancë. Jo citoj vetëm njëri. A, s'pëllen me folë. A Urdra, po e qepa, hë. A dipë se s'ka funksionu me mu e ty? Se ki qenë me kundështor shka i kam po në matë mëdhët, ki qenë emocionalisht e lidhë. Justifikim. Që ki justifikat ma bojë që ti. Justifikim. Et. Është vërtet. Jo, ka një lloj të drejtë këtu Ludo, sepse ne kemi patur shumë debate dhe unë gjithmonë ju kam mbrojtur. Qashtu? Edhe ai nuk ka gjetur asnjëherë. Qashtu. A kjo t'ish me mu bashkë, kuna juve, ti më t'i kishë shku në shpitu kajtë. O, po. Pa. Hani mire ki, hajt. Hajt, notën e mirë. Natën ty, Ludo. Se është i lodhur. Po, Ludo. He. Bone si bone. Finalin e ka arrit, kështu që du me të përgëzot ty. Edhe unë ju përgëzoj gjithve. Ju dua. So është një... Ej, që është ka? Lutari, se kisha mendu kur, u kon Hygi, por vlerat ja ka dhon, i ka pas, sidomos ne darkat e nominimve u kon gjithmonë kampione. Edhe e kanë po publika, bravo i qoftë. Por, duhet mi do sa në Ja, unë nuk besoj se publiku ka par vetëm darkat e Unë tash ka po nominimeve. unë për shembull. Edhe ka po debate me Albert si ki qenë dhe fort, debate me mu, me debate ti ki post fort, a këtë në regët. Por ti vetë po thosh edhe na s'kina nevoj më shku për masë, tash një para me mu në finale, i kon me lëtar shka i ka posë në kundërshtar matë mojt, i kon emocionalisht e lidh. E që ta s'kina mujtu në ti me funksionu bashkë. Të vjen keq? Unë ka përshtypjen që unë kam qenë, e para kam qenë vetëm fare, s'kam bërë strategji me njeri, Bravo. dhe me thënë edhe rrugtimin që kam bërë, nuk as kam shfrytzu njeri, edhe as më ka shfrytzu njeri. Kam përshtypjen që kjo është një lloj vlere, po. se publiku i shef gjëra. Bravo. 100% që ty. Ti vetë mi Nikë, e dyta kam qenë konsistente në gjërat që kam thënë, kam pas vetëm 2 keq kuptime, në gjithë rrugtimin tim, asnjë tjetër, nuk kam thënë ndonjëherë më fal. Që unë një gjatë du me thonë, po marë parasysh, këtë debatin e fundit me Hygerten, po për shamo të Alba, të Labi, të shumë situata na jemi kam plotësisht dakord. Pikërisht. Sinqerisht të thëmë. O ti. Se ky më thoshte mua pse su gjuhesh. Unë nuk mund t'i gjuhem dikuj që mendoj njësoj. Se i bie ta stis debatin. Unë nuk besoj se Ludu ka pas me një banor shtu një debat fake.
Se s'ka logjike. Nuk po të them që ke patur debate fake, po ti je tipi lojtarit që duke mos pasur fakte, ke përdorur provokacionin. Provoko, se diku do dali. Kupton? Një gjë që unë nuk e kam në karakter. A di ç'është është dallimi me mua me ty? Lojtari është në radhë të parë sa inteligjencë ka, dhe e dyta në bazë të karakterit që ka. Unë nuk e bëj dot Ludon. Veç ta kish me dije. Unë nuk e bëj dot Benitën. Dhe as për shembull Benita të më bëj mua, s'ka shans. A di shko dallimi? Jemi gjithë në Dita me notë. formën e vet. A di shko dallimi me mua dhe me ty dikon? Vendimet që ka i ka morë une janë kon aq rizik, se na shtam kishin dalë mu shumë keq, edhe na sot isha jashtë. Po vendimet që i ka morë une, më kanë dalë favor temin. Ore, këtë ta kam thënë. Dhe të thash dhe këtë, që nëse i merë, për shembull, Londrimin, Klodin, Elionën, ti je lojtari 100%, dhe që ke bërë loj nga fillimi deri në fund, në mënyrën tënde. Pra, në kuadër të lojës, lojtar, pa gabime, në kuptimin që e ke mendu loj edhe këtu do shkoj, ndali ku ndali je ti. Gjithse cili nga ne tjerët kemi bërë gabime. Dhe këtu t'jap drejt për anën emocionale. Kjo është një lojë që vetëm emocion nuk duhet kesh. Se po pate emocion për t'i kë e hëngre. Të këshyre Benita, emocion me Klodin, baj ki veç gabime. Ja, nuk besoj se ka emocion Benita për Klodin. Ja. Vesh një gjatë pash. Reagimi i saj, kur unë u shpalla finalist, në atë moment, që ajo mu ma thani gjamë, tha unë e dal jashtë, ti ki me nejtë me rena. Kur? Ma heret Benita, para se mu eliminu. Kur në përshëndetit fundit... Klodi, të lutem kontrolloj mikrofonin. S'mon thënë që ka pas fake. Manieri, mu më do këtë ma dishme si... Nuk me ndojnë që? E ka pas pëlqimin fake. Që ka shfrytzuar lojë, ka shfrytzuar. Pëlqimin e ka, more, nuk thashun. Shumë pa. Që ka shfrytzuar lojë, ka shfrytzuar. Thuj çka dush ti. Po unë që ditë që pëse tonë këtë luft me një njerës e ki pëlqim. Po që këtë generacioni zë, mirë Tani vaj me valdrim. thënë të vërtetën dhe unë nuk zova. S'ka lidhja ajo. Edhe unë nuk zova. Për mu? Po. Po, no, veç për shkakun Edhe unë nuk zova për ty. veç gëzimin që pashte Benita se kam pa te kjo për shkakun. Pasha zotën edhe E nuk kush? zova për ty. Zotën edhe. Atë, pastaj. Ajo u pa në gjërat. A di pse u gëzova për ty? Shqyr që po shihen. A di pse u gëzova? Te Londrimi e pash u gëzua, se pastaj se kisha mendjen ta. Për mua? Jo, kur Po, u te fut Londrimi Londrimi. më shumë. Edhe unë u gëzova për ty. E pash. Ama sa u gëzu Benita kërkush. Edhe po të kallëzoj drejt. Kur dul Benita e logjikova Ore, pëlqim ajo ka se kam mohuar edhe unë e kam vëri që fillim fare. Nuk mundesh me thonë. Por, ajsa për qarë edhe për dhënë qelca zemre, jo, me thënë drejtë. S'dia ma... 2 muaj këna nejtë shok jena knaq pasha zotën. Sinqeresht. Tash jeni knaq. Ne ja thoni një poloj, një my, tash jeni. 2 muaj shoqënia s'nes kam thonë, muajin e fundit, prej që ka shpër pëlqim vlla, ka shku nerva. Se e ka prish një raport kot, s'u ka nevoja. Po çfarë lokom? Po jo bre, ludës prish. Kështu, a ma dënë të miren. Po. E ke pëlqimin, a mungojnë 3 javë. Mos e shfaq pëlqimin të di që jena shok, do me shfaq e jashtë. A di shka problem? Ma mirë hajde thuaj bëmi strategji lojet. Mirë tha Valdrini, generacioni Z joni vëlla katastrofë. Që na skuptohemi O, Klodi, ti e një djalë, përveç pamjes, ke edhe tipin që je të reqës për femra, dhe ti këtë e pranove dhe vetë. Po. O s'ka me Tani, më hukur të dyja gocat, besoj se janë aq të pjekura, sa një pëlqim, nëse nuk do të doni ta shfrytëzoni për lojë, do e mbani fshehur azi. O fshehur Duke qenë se ti ke një status. Po ti ishe djalë beqar, halal, ka puni për flokësh. Unë natyrën teme kam pas kështu prej ditës parë nuk e ndryshoj. A kupt, unë jam kështu. Po pra, po unë po them për gocat. Kush? Pse? Me gjithë respektin. Ore, unë po flas për gocat. Shumë e vendos. Qofse ti nuk do të keq interpretohet,